Thjesht në Keln. Kujton atë Piazza Duomo. Që në Shqip është edhe sheshi ku bëhet dhe moda botërore, Piazza Duomo. Këtë më kujton. Edhe katedralja këtu. Mirë, bukur. S'kemi filluar ala. Akoma. Thjesht këto shkallë që do ngjisim mirë tashi. Goxha bukur këtu. Këndshëm, lezetshëm, ëmbël. Mirë është, mirë, bukur është. Kjo katedrale, më kujton atë katedralen e Milanos, me një statujë për Floriri, 24 karatëshe. Këtu është stacioni i trenit. Gjigant. Është shumë bukur. Këndshëm. Që Köln, jemi në Köln këtu. Lema të vesh në Dortmundin, në Frankfurt që është titër gjë pasaj aty, është mrekulli më vete, andeja. Andaj, po që ku isha më pare. Tashi përballë kemi edhe Muzeum Ludwig. Kjo që po shifi këtu është Muzeum Ludwig. Interesante. Që unë i pëlqej shumë muzeumet. Janë interesante, me një histori të bukur muzeumet. Veç Köln këtu, sa kemi parë dhe veç femra shikon. Nga do të kthesh kokën, gjëra interesante shef. Sa gjë e bukur dhe kjo interesante kjo lloj kështu. Di çfarë është, për çfarë është kjo këtu? S'dihet. Se tim ne. Tani do zbresim shkallët prapë, që të vëmë nga uji, të shohim edhe mrekullinë e ujit këtu.
Ja dhe një grua që mbledhen kanoqe aty. Interesante. Ja, disa fëmijë që lahen këtu. Pa dallim race dhe feje, dhe ngjyre. Këtë ka gjithë të mirë sepse këtu janë pa dallim race, feje, etnie. Si, çfarë lloj ndërtesash që janë. Këtu mund të zesh shoqëri brenda sekondit, me një, brenda një minuti. Si ti duash, japoneze, greke, interesante. Që janë njerëzit këteja. Po. Ja, një anije. Që duket si e vogël, por nuk është e vogël. Ura këtej, për mas. Këtu. Doni femra, ja. I kini dhe femrat. Bicikleta. Mima si ka mundësi që këtyre femrave ju shkon shumë bicikleta mosh. Ja dhe unë këtu bashkë me burimin. Thjesht për qef, as i gjë më shumë. Jemi thjesht për qefin tonë. Big life. Jemi rehat. Qeverime vetë jemi ne. Ne jemi qeveria. Kushdo të ka bashkohet, bujrum, po jam bajti. Sa ktheva kameran direkt. Mos. Që gjithë kjo. Jo, me të vërtetë gjë bukur, ke qef, ke çfarë shikon. Është vërtet diçka interesante që është një qytet i ndërthurur me kulturën, të vjetrën, historinë që është, historia e vjetër dhe kjo e reja. Aty ura ku kalon edhe treni, edhe këmbësori, vetë edhe makina, ku përposhtë pasaj kalon ania. Ja. Ja dhe një
Këtu ka aq shumë njerëz dhe raca të ndryshme që mund të takosh nga e gjithë bota. Një qytet i vogël me shumë histori të ndryshme. Kjo gjë më pëlqen.